falenderoj për ftesën që më bët, sidomos grupi i grave, dhe falenderoj dhe mikun tim Mjalin, i cili më nxiti për të ardhur. Patjetër që për mua është kënaqësi sa herë që vi këtu me juve. Dhe duhet ta dini se për ata që ndoshta nuk e dinë, ne kemi qenë shpejt këtu, kemi qëndruar për kohë të gjatë dhe kemi formuar ato grupet e para të katekizmit, por si bënte edhe Apostull Pavli që rikthehej atje ku kishte predikuar e ku kishte themeluar kishën, përsëri ne si zyrë katekizmi vim dhe ju takojmë, jo se ju këtu nuk bëni katekizëm, por e mira është që të kemi si them ftesa të ndryshme, sepse kjo ndihmon që edhe të rrisim atë vllazërin në Krishtin, por edhe gjërat domethënë bëhen më si them më alternative dhe bëhen edhe ndonjëherë edhe më të pëlqyeshme se sa kur dëgjojmë vetëm një zë. Sot do të flas për një temë që ma kërkuat, rolin e gruas në kishën ortodokse, dhe do ta ndajmë në 3 pjesë. Do përpiqemi të jemi konciz, flasim shkurt, por qartë, si na ndriçon kisha dhe etrit e kishës, roli i gruas në kishë, roli i gruas në familje, sepse shumica për jush është familjare, nuk kemi këtu murgesha, dhe si do organizohet gruaja në kontributin që bën kisha te komuniteti, domethënë në njerëz në nevojë. E para, fillojmë me atë roli i gruas në kishë. Në kishën ortodokse, gruaja ka një rol të veçantë dhe të barabartë me burrin. Krishterimi e ngriti gruan në barazi me burrin. Ndryshe para Krishtit, por ndryshe edhe disa fe tjera që janë edhe mbas Krishtit, që gruaja përsëri ka një rol më poshtë se burri, pavarësisht se zbukurohen gjërat, por doktrina e tyre e tregon gruan më poshtë, kurse doktrina e krishterë e ka barazuar gruan me burrin. Apostull Pavli thot, nuk ka më mashkull dhe femër, sepse të gjithë janë një në Krishtin Jezu. Ktu kur vim në kishë, nuk kemi dallime sociale, as raciale, as gjyqësore, por flasim për këto socialet të burrit dhe të gruas. Të dy janë qenie njerëzore të barabarta, por me funksione të ndryshme. Nuk do ndryshojmë funksionet që të bëjmë unisex, siç thuhet edhe sot tek rrobat ose tek profesionet, që është një tentativë, kjo është e gabuar. Kisha ruan gjinin, ruan funksionet, por jep barazi burrit dhe gruas. Që do thotë, të dy ata janë thirrur, pra jo vetëm të shpëtojnë në Krishtin, por të shenjtërohen dhe të hyjnizohen. Nuk ka virtute, shenjtërie që Zoti i ka përcaktuar për burrat dhe i ka lënë mangut për gratë. Të dy, si gjini, burr dhe grua janë thirrur të bëhen të ngjashëm sipas Zotit nëpërmjet hirit. Kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj këtu nuk kemi diskriminim social. Nuk kanë burrat diçka një rol të veçantë dhe gratë më poshtë. Por siç thash, këtë e ka vërtetuar jo vetëm doktrina e kishës, por e ka vërtetuar edhe jeta e kishës. Kemi shumë gra të bekuara, të cilat ja kaluan edhe burrave në përpjekjen e tyre si martirike, për shembull, përmendim Shën e Katerinën, Shën Varvarën, Shën e Premten, shenjtore të mëdha, si nga ana asketike, Shën Maria Egyptianen, që e kujtojmë të dielën që do të vi, por edhe nëna të shenjta, të cilat bën shenjtor, siç është dhe Shën Monika, nëna e Shën Agustinit të Madh, ose nëna e Shën Vasilit, nëna e Shën Joan Gojartit, të cilat Shën Elefterit, bravo, Shën Prokopit, që janë nëna të shenjta që kontribuan që jo vetëm në shenjtërimin e tyre, por dhan fëmijë shenjtor. Gruaja ka një rol si them të rëndësishëm dhe të përditshëm dhe në kishë, por nuk duhet të ngatrojmë funksionet. Pra, në kishën tonë ortodokse, gruaja një shërbes nuk e bën dot, shërbesa priftërore. Pse nuk e bën dot shërbesën priftërore?
sepse dikush do thot, ne flasim për barazi, po atëherë derisa flasim për barazi, le të kemi dhe funksionet të barabarta, pra le të kemi dhe një grua të bëhet një shërbesën priftërore. Pse nuk bën gruaja shërbesën priftërore sepse sot ndoshta ne dhe shikojmë edhe në media ose shikojmë për shembull ndikohemi, janë disa kisha heterodokse, jo ortodokse, që kanë pretenduar në emër të barazisë sociale që dhe gruaja mund të bëjë rolin e priftit, rolin e peshkopit. Dhe ka sot gra peshkope, priftëresha, jo priftëresha nga gruaja priftit, priftëresha që drejtojnë një komunitet. Kisha ortodokse këtë nuk e pranon. Pse? Sepse kisha ortodokse mbështetet tek shkrimi i shenjtë dhe tradita e shenjtë. Në shkrimin e shenjtë nuk na thuhet asnjëherë që një grua, edhe pse ishte e shenjtë, nuk e kishte rolin priftëror. Ka më të shenjtë se tërshenjta Vigjeresha zonja Shëmari? S'ka. Por e tërshenjta, edhe pse është grua më e bekuar nga gjithë gratë, kulmi i shenjtërisë njerëzore, që është më e nderuar se keruvimet dhe më e lavdëruar pa krahasim se serafimet, ajo nuk ishte shërbesën priftërore që Zoti ja dha apostujve. As dhe gratë e tjera që shkonin bazë Vigjeresh Mari, gratë miraprurse ose gratë e tjera të shenjta, nuk ishin kur shërbesën priftërore. E vetmja shkallë klerikale, si e para shkallë që arriti gruaja në kishën ortodokse ose u lejua, më mirë, është diakonesh. Sepse diakonesha nuk shërben në altar, por ndihmon priftin në ato shërbimet që është rreth altarit. Por kisha nuk e ja la gruas të, sepse vetë Zoti në gjithë diturinë e tij këtë shërbim ja la burrit. Pse burri? Burri është ikonë e Krishtit. Krishti është kryeprift. Prandaj dhe burrat janë të thirrur për të bërë detyrën priftërore. Dhe jo gratë. Gratë kanë detyra të tjera, pra kanë detyrën ta mbështesin priftin. Prandaj kemi dhe priftëreshën. Themi prifti, priftëresha që mbështet priftin jo në altar, por në jetën e tij të përditshme brenda dhe komunitetit, dhe këtu do vim tek roli i gruas pasaj dhe në komunitet. Prandaj, kur dëgjojmë këto gjëra që flitet edhe sot, gjoja në emër të emancipimit, lirisë ose lëvizje feministe, ne do qëndrojmë në traditën tonë të krishterë ortodokse. Do t'ju themi, na thoni një rast në shkrimin e shenjtë, ose mirë themi se ata nuk e pranojnë traditën, që një grua bë priftëresh. Qose do gjej një rast dhe ne do ta pranojmë, por nuk ka asnjë rast. Kur nuk ka një rast në shkrimin e shenjtë, kush jemi neve që do bëjmë një shkrim tjetër të shenjtë? Po. Prandaj e themi këtë sepse kjo është një tentativë sot, por që Zoti nuk e lejon dhe nuk e pranon. Detyra e gruas është një detyrë sublime. Shikoni tek gruaja më e bekuar në botë, që është e tërshenjta Vigjeresha zonja Shëmari. Ajo pati një mision të jashtëzakonshëm, sepse ishte i vetmi njeri mbas Adamit dhe Evës që tërhoqi simpatinë e Zotit. Dhe në qoftë se nuk do kishte ardhur e tërshenjta Vigjeresha Mari në botë, nuk do kishte ardhur Krishti. Dhe akoma ne do ishim nën sundimin e të keqes, e të djallit, dhe të vdekjes, shpirtërore dhe trupore. Por erdhi ajo që erdhi dhe Zoti. Prandaj ajo solli shpëtimin. Por detyra e Vigjereshës zonja Shëmari, po ta shikoni në shkrimin e shenjtë, është një detyrë e mbuluar me mister, me përurësi dhe me fshehtësi. Nuk flitet shumë në shkrimin e shenjtë për Vigjereshën Mari. Flitet shumë pak. Në fillim përmendet Maria, pastaj përmendet nëna e Jesuit. Pse përmendet shumë? Sepse kur ajo pranoi fjalët e kryengjitit Gabriel dhe tha ja shërbëtorja e Zotit u bë sipas fjalës sate, ajo gjithë veten e la tek Zoti, një instrument 100% i Zotit, dhe identiteti i saj u shkrim me atë të Zotit. Prandaj quhet nëna e Jesuit. Por ky është një mision mistik i padukshëm në këtë botë, por do jetë i lavdërueshëm në qiell dhe në ardhen e dytë të Krishtit. Gruaja, në shembullin e Vigjereshës zonja Shëmari, i ngjan themeli të një shtëpie. Themeli i shtëpisë nuk duket, apo jo? Është në fillim, pastaj mbulohet.
Por ajo shtëpi, ajo gotin qëri e fortë dhe nuk tronditet, ka themel të fortë. Kështu dhe ajo shtëpi, por dhe kisha si komunitet, ka rolin e gruas të fortë. Prandaj ju keni një rol të jashtëzakonshëm, por është një rol flijues. Juve nuk duhet kërkoni ndere dhe lëvdata në këtë jetë. Zoti ju ka përgatitur ndere dhe lëvdata në përjetësi. Prandaj thonë edhe hetrit e kishës, nuk flitet shumë për hylincën në Shkrimin e Shenjtë dhe nuk na është treguar aq shumë sa ajo është e lavdëruar, ne kemi në kishë, po akoma ne nuk arrim do ta kuptojmë, lavdia e saj do tregohet kur të vi Krishti për herë të dytë. Këtë mision keni edhe ju, gratë e krishterë. Pra, duhet të visheni me përurësi dhe me dëshirën për tu sakrifikuar, madje për tu vetë flijuar, si në shërbim të Zotit dhe në shërbim të familjes dhe të komunitetit. Dhe prandaj i themi këto gjëra që mos të keq kuptohemi dhe mos na kapi ajo fryma egoiste sot e këtyre lëvizjeve feministe që kërkuan barazi me burrin, po ja tekaluan dhe barazisë me burrin dhe tani kërkojnë të kontrollojnë burrin dhe kontrollojnë edhe botën. Si thot Shkrimi i Shenjtë, ka e keqe, po jo e keqe si të gruas. Do me thënë që gruaja është aq e mirë e krijuar nga Zoti që ju dha burrit për frymëzim, për shoqëri dhe për shërbim të përbashkët, por dhe djalli përdori gruan. Dhe siç e përdori Evën, përdor dhe shumë gra tjera sot. Pra në botë, në familje, po dhe në kishë. Prandaj dhe Apostull Pavli ishte i detyruar që t'i vinte gruas një kufi. Gruaja duhet të heshtë në kishë, e tjera nuk duhet të flasë. Pse? Sepse të rrezikojë ajo tundimi që mundësitë e djallin nëpërmjet gruas. Duhet ta keni këtë parasysh. Sa të mira jeni, por aq edhe mund t'ju përdori e keqja. Ai delikate. Prandaj duhet me përulësi dhe të mbështeteni tek Zoti, tek kisha, tek burri, dhe tek komuniteti. Prandaj Zoti ka caktuar detyra. Ka kombinuar që shumë njerëz thotë po si. Burri ta doj gruan si veten e vet. T'i japi jetën për gruan. Pra ai që është burr i martuar, nuk është thjesht një burr që ka një grua. Sepse të kesh një grua, do me thënë, ose të jesh një mashkull dhe një femër, këtë ndodh dhe te insektet, ndodh dhe te kafshët, nuk është një gjë e madhe të bashkohet një burr dhe me një grua ose një mashkull dhe një femër, ose dhe të shtohen. Nuk po bëjnë një gjë kështu binatyrore, është gjë biologjike. Se disa edhe mburren, ja un kam bërë fëmijë, un kam kështu, po mirë më çfarë është kjo? Por detyra është e një burri që të japi jetën për gruan, jo vetëm ta dojë, ta respektoj, ti të kujdeset për të, por në qoftë se grua është në rrezik, ai t'i japi jetën. Në qoftë se një burr nuk i jep jetën për gruan, ai do humbi shpirtin e vet. Prandaj ata që martohen ka përgjegjësi të jashtëzakonshme. Ne që jemi martuar, mos ta duket vetja se ç'kemi arritur. Na është dhënë një përgjegjësi, një kryq që duhet të kujdesemi për gruan dhe të japim jetën për gruan kur ajo është në rrezik. Por edhe grua si ka dhënë një detyrë. Bindju burrit në të gjitha, sipas Zotit. Pra, detyra e gruas është përulësia. Kjo është një detyrë jo si të pak më e vogël se burrit, sepse burri është ikon e Krishtit dhe Krishti bëri si them gjëra shumë të mëdha. Prandaj dhe burri i ka dhënë gjëra të mëdha, por dhe grua si ka dhënë edhe një detyrë që nuk është dhe e lehtë, të përulet. Kur flasim të përulet, jo të jetë një skllave, po të jetë me mendje të përulur, do me thënë unë jam gruaja e këtij burri, më ka dhënë Zoti që ta dua, ta frymëzoj, t'i qëndroj afër, t'i shërbej dhe të bashkëpunoj. Kështu funksionon familja. Nëse burri nuk e do gruan me jetën e vet, dhe gruaja nuk i bindet burrit në të gjitha, nuk ka kombinim. Prandaj sot ka divorce. Pse? Se nuk është ky kombinimi. Kuptoni? Por këtu i ka dhënë Zoti. Nëse ne duam të kemi një familje që të vazhdoj dhe të plakemi bashkë dhe të kemi frutet bekuara që janë fëmijët, atëherë duhet bëjmë të kombinim. Burri t'i japi jetën për gruan dhe gruaja t'i bindet burrit në gjitha sipas Zotit, jo në tegat e burrit
në kapriçot e burrit. Kështu që kisha nga jetë të gjitha këto për të na dhënë rolin që kemi ne. Tani vim tek gruaja në familje, tham në kish. Por gruaja në familje ka një detyrë shumë madhe, sepse ka detyrën që siç e thash dhe përsërisim, ajo mban familjen si një themel. Prandaj lutjen e parë që dëgjon Zoti në familje është lutja e nënës. Vajzat ose gjinia femërore që arriti të bëhet nën dhe grua që lindi fëmijë, ajo jo vetëm solli një jetë fëmijë, që bëri një gjë të madhe, sepse riprolloi racën njerëzore, si ikona të Perëndis. Ne nuk jemi thjesht si them qenie biologjike, ne jemi ikona të Perëndis. Sjellim Zotin, si them imazhin e Zotit e përsërisim. Kjo ndodh në bashkëpunim me burrin dhe të gruas. Por gruaja ka një kontribut shumë madh, sepse e mbart atë embrionin, e ushqen me gjakun e vet dhe me gjendjen e saj shpirtërore dhe sjell një ikon të Perëndis. Por nuk mjafton vetëm ta sjellësh, duhet ta arritesh, ta edukosh, të bësh shenjtor. Kur thot Zoti, bëuni të shenjtë si Ati juaj e shenjtë, ju thot në fillim fare, ju thot grave. Pra, të shenjtëroni jo vetëm veten, po të shenjtëroni edhe fëmijët tuaj. Do thoni ju, po pse burrat nuk e kanë këtë detyrë? E kanë. Por rolin parësor për edukimin e fëmijëve kanë nënat. Sepse ashtu si fëmia arrin më shumë me nënën dhe kur lind qetësohet, kur ri në gjinë e nënës, ndjen aromën e nënës, e mëkon me qumshin e saj, aty që kur është në embrion fillon edukimi i embrionit. Aty kur e mëkon me qumësh fillon mësimi i nënës. Dhe me jetën e saj ajo ndikon tek fëmia, sepse fëmia është pasqyrë, imiton prindin, sidomos nënën. Pastaj kur rritet dhe është fillon dhe imiton babain. Pra janë të lidhura këto punë. Kështu që detyra e madhe e një grua në shtëpi është edukimi. Në qoftë se një grua, një nën, ka dështuar në edukimin e fëmijëve të saj, ajo gjithë botën ta silli përmbys dhe ta shpëtoj, ajo ka humbur shpirtin. Zoti në qiell, grave që janë bërë nëna, po edhe gjyshe, kuptohet, sepse bëhet nën dy fish, kur i thon, do t'i kërkoj çfarë bët me fëmijët tuaj, me nipat mbesa tuaja. Çfarë bët? Në qoftë se i bët shenjtor, gëzoni bashkë me ata. Por në qoftë se fëmijët tuaj humbën për shkak të indiferencës tuaj, pabesisë tuaj, do humbni bashkë me ata. Dhe nuk ka gjë më të tmerrshme që një nën të shikojë në ferr, jo vetëm veten, por shikojë edhe fëmijët për shkak të asaj. Dhe nuk ka gëzim më të madh, nuk ka lumturi më të madhe në qiell se një nën të shikojë fëmijën e saj në parajs dhe bashkë me të edhe veten. Kjo është përmbushja. Prandaj këtu fillon parajsa. Këtu në kish. Një nën duhet ta marrë fëmijën prej dore ta sjellim kish. Një gjyshe nipin besën ta sjellim kish. Në qoftë se ne nuk i sjellim kish fëmijët, si do të takojnë me Krishtin? Ai baba e solli fëmijën që dëgjuam sot, e solli fëmijën te Krishti, pa Krishti e shpëtoi, e liroi nga demoni. Sa e mbante babai larg Krishtit, vuante fëmia. Pse i tha Krishti, sa kohë ka që vuan fëmia? Sa kohë? Pse nuk e dinte Krishti sa kohë kishte që vuante fëmia? E dinte. Por i tha, ke kaq vite që e mban fëmijën të torturuar për pabesinë tënde. Ma kuptoni? Pra ne, nga pabesia jonë, ne i mbajmë fëmijët larg Zotit. Vuajmë neve, vuajnë dhe fëmijët. I çojmë nëpër psiqiatër, i çojmë nëpër psikolog. Ku nuk i çojmë? Madje i çojmë edhe nëpër këta mjekët popullor, ose i çojmë edhe nëpër antikrisht. I vëmë dhe me nuska, i vëmë dhe me patko, i vëmë dhe me këto, dhe kur na çakardisë fëmijët dhe nuk, atë e them ti çojmë edhe një herë në kish. Ti çojmë edhe një herë te prifti, bëjmë edhe një urat. Po pse i bjem kaq gjatë more? Ti bjem shkurt më. Merre fëmijën çdo të diel si den kish. Kungoje fëmijën dhe fëmia do ketë shëndet shpirtëror edhe trupor. Dhe do jesh e gëzuar dhe ti, do jetë e gëzuar dhe fëmia edhe gjithë familja. Prandaj, ta keni parasysh këtë detyrë që kanë gratë dhe nënat, krishterë ortodokse. Sepse sot shikojmë një lëvizje feministe e përsëriste që në pamje parë duket e mirë, po shkatron botën. Shikojmë gra që udhëheqin, bëjmë politikën globale, madje udhëheqin dhe shtete. Nuk kemi kundra për këtë, sepse edhe në shkrimin e shenjtë Zoti ka përdorur dhe gra. Por, ku shikojmë që janë të divorcuara,
kur shikojnë që kanë probleme me familjen. Kur ajo s'ka qeverisur familjen e vet, si do qeverisi një shtet? Si do qeverisi një botë, more? A kuptoni? Po dështuam ne burr, grua në familje, ne kemi dështuar gjithandej. Prandaj thuhet që si them, thot apostulli Pavli, në qoftë se ai nuk është si i suksesshëm në familje, s'mund të bëhet prift. Po ditë ta qeverisësh një prift, qeverisi gruan e vet, fëmijët e vet, çfarë do qeverisi kishën? Prandaj këto janë kërkesa që i vendosen para se njeriu të bëhet klerik. Kështu që ti keni parasysh to. Po do thoni juve shumë po na mshon te gratë. Po mshon sepse për gratë kemi sot bisedën. Kur të kemi në për burrat naftoni, do kemi më shumë me burrat. Tash ti vim te roli i gruas në komunitet. Për atë çfarë edhe si themi jemi mbledhur. Gruaja në komunitet ka një rëndësi shumë të madhe. Sepse tham është një fuqi, energji e pashtershme, fliuse, sakrifikuese, jo vetëm për familjen e vet, por dhe për familjen e madhe që është kisha. Kjo është familja jonë, e madhe. Kështu pra, ne kur vim këtu, jemi në një ikon të parajsës. Kështu do jetë parajsa. Parajsa do mblidhen gjithë nga janë e nga sjanë, e nuk do keq, si të them, gjuhë të veçanta, fiset veçanta, familjet veçanta, dhe gjithë kombet do jenë bashkë. Ja si që jemi këtu. Kisha është ikon e parajsës, është shëmbëllesa e qiellit në tokë, kuptoni? Këtu pra fillon parajsa. Pra, po se shijove parajsën në tokë, si do ta pretendosh do shkosh në qiell? Dhe këtu kemi dhe rolin jo vetëm shenjtërues. Pra neve pendohemi për mëkatet tona, rrëfejmë mëkatet tona, falemi nga mëkatet, marrim pra misteret, shenjtërohemi që do të ndajemi nga e keqja, bëhemi të ngjashëm me Krishtin deri në atë që quhet hynizim. Bëhemi të ngjashëm me Zotin, bëhemi zotër nën Zotin ose bëhemi krishtër. Kjo është dhe për burrin, është dhe për gruan. Por kisha është trupi i Krishtit. Dhe Krishti mori një trup material apo jo? Që do të thotë kisha nuk merret vetëm me shpirtin, po merret edhe me trupin. Prandaj këtu shërohen edhe sëmundjet shpirtërore dhe trupore, por është dhe kujdesi i shpirtit, është kujdesi për trupin dhe për nevojat imediate që ka njeriu. Prandaj edhe çdo kish që në shekullin e parë ishte modeli që të mblidheshin ndihma, të grumbulloheshin ndihma dhe këto ndihma ndahen te njerëzit në nevojë. Ky ka qenë misioni i kishës, misioni humanitar që ka kisha. Dhe pse bëhet kjo? Sepse këtë e tha Krishti, çdo gjë që ja keni bërë këtyre më të vegjëlve, një cop buk, një gotë ujë, një rob, një kohë që ti shkon, një përkujdes se ma ke bërë mua. Prandaj dhe thotë Shën Johan Gojarti, shërbimi më i mirë ndaj trupit të Krishtit është te njerëzit në nevojë. Sa mirë e bëjnë këtë gratë, do thoni ju pse burrat nuk e bëjnë. Edhe burrat e bëjnë. Por gratë e bëjnë nga naturaliteti që i kanë. I ka krijuar Zoti kështu që të jenë më të ndjeshme, të jenë më vëzhguese për problemet që kanë dhe janë më organizuese që ato të grumbullojnë dhe të ndajnë. Siç bëjnë atë në shtëpinë e tyre, që si them ekonomisin atë që sjell burri, pra bëjnë atë ushqimin, e ndajnë tek burri, e ndajnë te fëmijët, e ndajnë të afërmit, këtë bëjnë dhe në kishë. Pra është gjë që e kanë natyrale, jo se ne burra s'do ta bëjmë. Por kemi detyra të tjera. Prandaj edhe është ai grupi i grave që keni juve këtu, që është shumë i mirë, është shumë i bekuar, edhe me bekimin e mitropolitit tuaj dhe të priftit dhe të gjithë atyre që janë përgjegjësa për këtë grup, ju duhet të vazhdoni këtë organizim. Sidomos për njerëzit në nevojë. Fatkeqësisht edhe pse bota sot mendohet se ka arritur kulmet e teknologjisë dhe të mirëqenies, sot ka një varfëri të shtuar, sepse sot bota është bërë polare, do me thënë disa njerëz të pangopur, duan ndihmën të marrin të gjitha dhe atë qindarkën, edhe të tjerët të ngrohen diell. Prandaj është misioni që ka kisha që të ndajë të mira materiale, aq sa mundet, aq sa e lejohet në njerëzit në nevojë. Dhe kush mund ta bëjë më mirë se juve? Prandaj, siç edhe keni në traditën tuaj, gjatë kësaj periudhe të nxisni edhe këtu në komunitet, por edhe në misi dhe në shoqëri,
që njerëzit që kanë gjëra të tepërta, rroba që nuk i veshin, ushqime që i hellin, ose që kanë kohë të tepërt, atë do ta ndajnë me tjerët. Çfarë thot Shën Vasili i Madh? Rroba që është në dollap dhe ti nuk e vesh, nuk është e jotja, është të zhveshurit. Buka që ti thot të myket, nuk është e jotja, është ati që s'ka. Dhe ai të quan ajdut, kur ti atë që është e tepërt nuk e ndan me tjetrin. Mban atë që nuk është e jotja, thot. Shiko sa thellë shkojnë ata. Po, do thoni juve, po ne nuk kemi të pasur. Vërtet se jemi të pasur, por kemi disa gjëra të tepërta, që i mbajmë në dollap, marrim dhe disa gjëra që edhe nuk i konsumojmë, por kemi dhe kohë, por kemi dhe fjalën. Në qoftë se nuk ke çfarë të japësh, shkoj jep fjalën. Pse tha Zoti? Isha në burg, më vizitove. Çaj thot? Pse të shkon në burg? Isha i smur. Po shkove bëra 2 fjalë me atë burgosurin, me atë të vetmuarit, ose isha smur. Ti nuk do ta shërosh smurin, atë nuk do lirosh burgosurin. Por ama një fjalë do t'ja thush pra. Fjalën e ke pa lek. Pra ja që ky grupi grave, mblidhet, shkon jo vetëm çoj një ushqim, çoj një rrobë, po çoj një fjalë. Sa njerëz sot janë të uritur për fjalë? Janë të vetmuar. Sot shoqëria vuan nga vetmia. Një sëmundje, një plagë, jo vetëm në Shqipëri, e gjithandej kjo. Dhe sa njerëz kanë nevojë për fjalën, për një fjalë që ne mund të japim pa lek dhe pas një lloj shpenzimi. Kështu që organizoheni këtë, gjeni njerëz të cilët janë të vetmuar, që t'i shkoni, t'i bëni pak shoqëri. Dhe ka raste që me këtë shoqëri mund të shpëtosh njerëz. Tregohet njëri, një ishte prift ai, dhe ai gjithmonë bisedonte edhe online me kështu me njerëz nevojë, e morin telefon dikush. Edhe i tregoi jetën e vet. Por zgjatë dhe ai duronte. Po ai kishte një breng kaq të madh, ky që mori telefon deshte të vriste veten. Ishte i dëshpëruar dhe tha, pas se të vras veten do marr njëri një telefon. Edhe i ra mori priftin. E dëgjoi prifti, nuk ju i tha, më mërzite, më bëre siç mund themi ik se do kam një çik punë, siç bëjmë shpesh, fus veten time te këtu. E dëgjoi dhe ai tha, ajo që më dëgjove deri në fund, ajo më ndihmoi shumë. Edhe masi e këshilloi dhe prifti, ajo që dorë nga ai veprim fatal që të vriste veten. Prandaj njerëzit kanë nevojë për të dëgjuar një fjalë. Le të harxojmë pa nga koha jonë dhe të dëgjojmë të tjerët, sepse ja kemi bërë Krishti dhe Krishti do të na japi. Kështu që formoni grupe. Nuk është nevoja grupe të mëdha. Se ndonjëherë grupet e mëdha edhe nuk menaxhohen mirë. Por le të jenë grupe të vogla, celula, që këtu pastaj bashkohen në kish dhe me bekimin dhe me drejtimin e një priti, patjetër duhet një udhëzues dhe kisha përfaqësohet nga klerikët, ne laikët ndihmojmë dhe të bëjmë atë, si them, organizimin për të mbledhur si ajo bleta nektarin, për të mbledhur të mirat materiale dhe çdo bamirësi tjerëve dhe t'ja u japim tjerëve në nevojë, sepse ja japim Krishtin dhe kjo ndikon tek të tjerët. Dashuria nuk është retorik. Dashuria është veprim. Nuk më thush një njeri të dua dhe mos i bësh asgjë. Është gënjeshtër. Shumë dëgjojmë ne për dashuri, dashuri, po s'ka asgjë. Kisha nuk flet vetëm për dashurinë. Kisha bën dashuri. Dhe kjo pra është një nga, si them, mënyrat për shprehur dashurinë, është ndihma sociale, sidomos edhe në këto festat e mëdha që vjen edhe po na vjen afron dhe Pashka, ku dhe njerëzit e ndjejnë vetmin. Sepse janë festa që njerëzit bashkohen, po ka njerëz që s'mund të bashkohen dot, ose dhe nuk mund t'i festojnë dot, se kanë vështirësi. Atë ne do t'i ndihmojmë. Do thoni juve, do ta zgjidhim ne problemin e ekonomisë dhe të shoqërisë. Jo, nuk do ta zgjidhim. Jo. Ne do bëjmë atë tonën. Krishti nuk tha, dhe po e përmbyll me këtë. Nuk tha merrni ushqeni gjithë botën. Çoj një cop buksa. Nuk tha zgjidh problemin e ujit, siç e ka dhe Vlora, siç e nuk e di zgjidhet apo jo. Po çoj gotuj. Nuk tha merru gjithë kohën me të tjerët. Po shko pra 5 minuta tek ai. Pra bëj një gjë të vogël që ti mund ta bësh pa shpenzime. Po bëj me dashuri, sepse ai do të kthehet mbrapsht. Dhe do keni edhe të mirën tuaj, edhe te fëmijët tuaj, por edhe te komuniteti që është familja jonë e përbashkët. Kështu pra, le të vazhdojmë sipas
traditës që kemi si kish, atë që thotë i ndjeri kryepiskop Anastasi, liturgjin mbas liturgjisë. Do me thënë, shoqëria me Zotin, shoqëria me njëri tjetrin nuk mbaron vetëm te mesha, por vazhdon edhe mbas meshe. Amin.